Vlerësoni nënat edhe bashkëshortet edhe motrat, ato cilat në këtë Ramazan janë herojnë të heshtur, janë ato të cilat çdo syfyr edhe çdo iftar përgatisin me aq dashamirësi iftarin edhe syfyrin, ushqimin për agjëruesit. Ne e dim shumë mirë se profeti alayhi salatu wassalam thot, ai i cili ushqen ose përgatit ushqimin për një agjërues, ai e ka shpërblimin e atij agjëruesi që han nga ushqimi pra që përgatitet. E kur Allahu xheleshanu vetë i ka vlerësuar, neve mos t'i vlerësojmë subhanallahu el-azim. Kur Allahu vetë kënaqet me to, neve mos kënaqemi. Kur Allahu vetë i lavdron edhe Zoti xheleshanu i ka falendëru, neve mos i falenderojmë. Pa tjetër që po, meritojnë për Zotin vlerësime dhe falenderime. Zoti është përblef me të mira ato që kujdesen me kaq zell edhe me kaq mirësi për këtë vepër kaq të madhe. Në këtë Ramazan, Zoti xheleshanu neve do të na japi mundësinë çdo syfyr dhe çdo iftar të lutemi madje edhe gjatë ditës edhe natës. Por në çdo syfyr ka lutje të pranuar, edhe në çdo iftar ka lutje të pranuar. Lutuni për njerëzit e zemrës. Lutuni për hallet dhe problemet e juaja, për objektivat që keni në jetë, për qëllimet e mira që keni në jetë, për dëshirat që keni në jetë. Ama mos harroni njerëzit e dashur të zemrës, ose mos harroni edhe ata njerëz që kanë gjëra në dorë, luteni për ta që Zoti t'i përdori për mirë. Po lutuni gjithashtu edhe për ata cilët mund të jenë kundërshtarët tuaj që Zoti t'i udhëzojë dhe t'i orientojë. Po lutuni edhe për ata cilët janë largu nga kjo jetë që Zoti t'i falë, t'i mëshirojë.